Asalamu alaikum të dashur miq, kjo është emisioni Dritarja e Agjëruesit, emision ky drejt për drejt për nder të muajit Ramazanit. Ne do të shoqërohemi edhe sonte derisa do të mirëpresim telefonatat tuaja edhe gjatë këtij takimi për të marrë pyetjet tuaja dhe të cilave do të përgjigjet hoxha i nderuar, i cili është sot me ne në studio. Në fakt me ne është Hoxh Shaban Murati. Mirë se vjen Hoxh. Mirë, faleminderit. Kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision. Shto dhe mu, faleminderit. Si kaloi këtyre ditëve? Mirë? Mirë, alhamdulillah, mirë. Alhamdulillah. Hoxh, në fakt Ramazani cilësohet si garë për besimtarët, mirë po edhe si një garë më cilësore, më e veçantë. Na thuaj, si ta shfrytëzojmë këtë muaj që përmes kësaj gare të arrijmë atë devotshmërinë më të lartë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e madhruar e falenderojmë fillimisht. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Po, Ramazani, vetëm se ne tash kemi kaluar 10 e parë të tij pothuajse, dhe ashtu që e cilësojnë në Ramazanin që është prej fillimit, është një maraton dhe është një garë shumë e ngushtë dhe shumë e fuqishme. Garën, fuqinë e kësaj gare e bën më për shkak se Ramazani do thotë ka për qëllim që të bëhesh garues për ahiret. Të bëhesh garues do thotë ky është dallimi edhe mes garave që bëhen ndoshta për këtë dunjë përderisa ti e merr një çmim të caktuar. Mirë po gara në Ramazan është edhe më e veçantë për shkak se është garë për ahiretin. Është garë do thotë për me fitu xhenetin e Allahut. Është garë për mu amnistue nga zjarri i xhenemit një herë për gjithmonë. Andaj këto e bëjnë veçanta shumë këtë garë. Dhe kjo garë vjen çdo ditë vjen të ngushtuar rreth e saj. Vjen duhet angazhim edhe më të madh për me arrit do thotë atë fitoren më të madhe. Them drejt kjo garë që ne po e quajmë kështu këtë Ramazan, po e quajmë garë sepse çdo garë që e bën njeriu do thotë duhet një angazhim maksimal. Andaj edhe Ramazani kërkon një angazhim maksimal. Kjo garë do thotë ka shumë dimensione, shumë do thotë veçori. Kulmi i kësaj gare është do thotë arritja e devotshmërisë. Dhe këtu është çmimi më i lartë i Ramazanit. Dhe këtu është do thotë ajo stafeta më e lartë që mund të arrijë besimtari përmes Ramazanit. Pra për këtë vjen Ramazani. Dhe për këtë është obliguar Ramazani. Muç që ka thonë Allahu xhalla xhelalu në Kur'an, kur ka treguar për obligueshmërinë e agjërimit, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. I është bë juve obligim agjërimi, ashtu që ka qenë obligim për ata që kanë qenë para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Do në kulmi i kësaj gare është devotshmëria. Mirë po, edhe dimensionet tjera nuk janë të fuqishme shumë në këtë garë që e bën besimtari në Ramazan. Për shembull, pse është kulmi i devotshmëria? Për arsye se natyra e agjërimit Ramazanit me natyrën e devotshmërisë përshtaten shumë. Cila është ajo natyrë e tyre? Natyra e Ramazanit cila është, do thotë ti mu largue gjatë ditës Ramazanit mu largu nga ushqimi, nga pija, nga marrëdhëniet intime, ndërsa cila është natyra për me arrit devotshmërinë? Natyra e devotshmërisë është ti mu largue prej gjunaheve, do mu largue ose mu stopue prej mëkateve, me qenë shumë larg atyre që e idhnojnë Zotin, atyre që nuk është Zoti i kënaqur me to. Edhe agjërimi do të ka këtë edhe në atë aspektin na që e bëjmë, po them, legjislator, do të thotë në atë aspektin si dispozitë që e bëjmë agjërimin, do të largim ose abstenim ose do të thotë mu urujt
do thot prej pijes, prej ushqimit dhe prej raporteve intime. Takvalluku devotshmëria më ruaj do thot prej gjënahe, mos më ra në mëkate. Dhe gjithashtu një garë tjetër që duhet besimtarit ta synoj me agjërimin e Ramazanit është gara për të arritur sinqeritetin. Dhe është agjërimi është do thotë diçka e veçantë në të cilën manifestohet. A mund të themi është sinonim i sinqeritetit? Është sinonim i sinqeritetit. Manifestohet sinqeriteti dhe përmes agjërimit mund mas shumë të arrijë besimtari sinqeritetin. Këtë marrëm nga hadithi kutsi që Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë kullu amel ibn Adem lehu illa saum fa innehu li wa ana ajzi bihi. Ka thonë këtë bita Ademit veprat i bëjnë për vete, përveç se agjërimin atë e bën për mua dhe unë shpërblej për ta. Unë shpërblej për ta. Do thot agjërimi pse do thot e ngrit lart nivelin e sinqeritetit. Do është garë për të arritur sinqeritetin dhe për ta kultivuar zemrën tonë me sinqeritet. Për arsye se ti mundesh me kalu ku me ditë sa kohë e mos me ditë kush që i agjërushëm. Po suballafaqove me një ushqema, me një diçka publikisht, do thotë që mi thonë, unë nuk muj me ngranë se unë jam agjëru, nuk muj me pi, ti mundesh mundesh me agjëru tën kohën e mos me ditë kush që është që i agjërushëm. Mundesh mu izolue vetë me vetën tonë brenda 4 mureve, frigoriferin plot ushqime, plot pije, do thotë ti ndalesh nga gjitha. Kjo është kulmi i sinqeritetit. Andaj do thotë tjetra çka është e rëndësishme, do një garë që duhet ta kem parasysh si agjërues, si besimtar që agjërojmë, është gara për ta mposhtë epshin. Për ta mposhtë do thotë epshin sepse epshi i njeriut është ai kanali i gjitha të këqijave. Është ajo rruga që i çon njerëzit do thotë sepse epshi do thotë e çon njeriu me bëj mëkat, epshi e çon njeriu do thotë me bëj imoralitet, epshi e çon njeriu do thotë me hongër pasurinë e dikujt pa të drejtë. Këto janë punë të epshit. E do thotë gjoja më shumë ti që stopon epshin sepse epshin e motivon ose e stimulon ushqimi. E stimulon do thotë pija. Por këtë nëse han ushqim shumë, je mademel. Do thotë nëse pin shumë, je mademel. Nëse flan shumë, je mademel. Do thotë epshi i dërnë këtu. Ti bashkë që tu janë dalë epshet. Pra ideja është që të mos na kontrolloj epshi. Mos na kontrolloj njeriu epshin njeriu, po e kundërta. Njeriu ta kontrolloj epshin e tij. Do thotë agjërimi është garë por me shtypti, edhe do me mi bë presion, do thotë me që thonë këta shkancën këpëtë me zipat. Do me shtyp shumë, do thotë epshin. Tjetra garë që është do thotë ngritja nivelit moralit, këtë du të me sunu besimtari. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi lahu hajatan an yada ta'amahu wa sharabe. Kush ka thonë nuk i lën fjalë të këqija dhe veprat me to, nuk ka nevojë Allahu që ai ta lë ushqimin e tij. Që nuk kupton se agjërimi nuk është orë për me nejt na unt edhe me nejt papija. Agjërimi është orë, do thotë ti mi largue, do thotë fjalë të këqija, fjalë të kota. Këto do thotë vepron me këto devotshmëri, sinqeritet, do për me ngrit dozën, me ngrit do nivelin tan, garë me për me qenë i parin, devotshmëri, sinqeritet. Në tjetër anë do thotë gjithashtu garë është për mu largu pit këqijave. Pra rregullon edhe raportin shoqëror. Po, edhe raportin shoqëror. Sidomos në raportin shoqëror, më jarë bën pjesë sidomos çështja e përgojimit. Që është do thotë prej veprave më shumë ti e rrezikon agjërimin. Prej veprave që më shumë ti do thotë e dobson agjërimin. Dhe mbetet ndoshta runa Zot nëse njeriu mirret me përgojim, mirret me bartin e fjalëve, nuk e kontrollon gjuhën e tij. Ka mundësi që agjërimi i tij të mbetet sikur një skelet. Do sikur një skelet që nuk ka, do thotë, a mund ta këshësh ai njeri i cili do thotë ka është i dobët. Po, është i dobët, 40-50 kg burri 40-50 kg pas ti nuk mundesh me pa me sy, se është bërë si skelet, nuk ka mirë to. Edhe agjërimi nëse nuk largohemi prej fjalëve të kota, prej fjalëve ndyta, atëherë do thotë mbetet sikur një skelet që nuk ka ndonjë vlerë kur gjë, për çfarë edhe ka thënë pejgamberi sa kush nuk e lën fjalën e kotë dhe veprimin me të, nuk ka nevojë Allahu për lënien e pijes dhe ushqimit të tij. Ka shumë gara, ka shumë dimensione kjo garë,
që mund të flitet me orë të tëra, se cila e ka, do thot, temën e vetë, mirë po dashëm në përgjësi që, do thot, përderisa jemi në një ibadet të veçantë, atëherë do thot edhe të synojmë me këtë ibadet shumë dimensione dhe shumë fusha të përmirësojmë në veten tonë. Dhe tani gara është se kush do ta marrë linjën për të na telefonuar që drejtohet me pyetje, dhe në fakt kemi telefonata që nga fillimi i emisionit, do ta inkuadrojmë më një herë telefonatën e parë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Jaroj Ramazanin, për hajër koft Ramazanin, ajetën për nuk shumë. Amin, Allah shumë. Amin. E kam një pyetje për hoxhën. Po? Allah na ka ndëru, na ka begatu me një vajzë, edhe të mërkurën ka lind në ora 10. Edhe ta shumë po du mja bo akikat, po cilën ditën e 7, ta shumë nuk po di, a du të mja prit të mortën, a të mërkurën. Qëllimi është për akikën, cilën ditë du të mja prej akikën. Lindja kur ka qenë? Lindja ka ndodhur të mërkurën, apo? Të mërkurën në ora 10, po. Që ne edhim që me ordin e akshumit, hynë notëve që ndrohet. Mirë, do që të sqaroj, hoxha. Faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Marrim një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxha është gjina mi bo analizat e gjakot, se jam agjerushëm. E qartë. Faleminderit. Ju ka drojmë telefonatën tjetër, alo? Urnone? Ka ikur kjo telefonat, ndërsa tjetra është duke u inkuadruar. Po, urnone? Po, ju dëgjojmë, urnone? Selam aleikum. Aleikum selam. Gjyshja ime është as nuk fol, as nuk dëgjon. Edhe këtë muaj nuk ka mundur të agjeroj, a duhet ja paguaj me para, apo jo? Çfarë moshë është gjyshja? Edhe një herë? Sa vjeti ka gjyshja? 72. E qartë, faleminderit. Okej. Kemi edhe një tjetër telefonat, po, alo? Apo ka ikur? Mirë, vazhdojmë me përgjigjet. Thot vajza na ka lindur në ditën e mërkurë, tani akika në ditën e 7 që bëhet. Duhet bëhet të martër apo të mërkurën? Do të llogaritë dita e mërkurë. E mërkura e të premte ashtu në dim, në martën i vjen me bë akikën, për arsye se fëmia ka lind herët, do thotë ditën e mërkurë, ditën mëngjesin e të mërkurës, andaj do thotë llogaritë, do thotë ditë që shënohet e mërkurja e pastaj do thotë deri të martën. Me qenë do thotë mas ditë lindja, atëherë do thotë vetëm se ka humb shumica e ditës, ose me qenë do thotë mas do perëndimit të diellit, do nuk llogaritet që ajo ditë. Pra është nesër duhet ta bëjnë akikën nëse dëshirojnë në ditën e 7. Po tani nëse nuk mund në 7-ën, ka mundësi në 14-ën, ka mundësi edhe 21-ën. Pastaj do të na telefonoj se cila është e 14-ta. Mirë, vazhdojmë. Pastaj nëse këto 3 ditë nuk e qëllon, nuk mund me najt gati, në çfarë do ditë tjetër nuk ka problem. Qartë. Kjo është suneti i pejgamberit. Mirë, vazhdojmë me pyetjen tjetër, thotë analizat e prishin agjërimin, bëri analizave. Bëri analizave nuk e prish në esencë agjërimin. Por veç se nëse ki frikë do thotë që do të dobësohesh apo diçka, edhe tani frika është që do të detyrohesh me prish atë ditë të agjërimit, atëherë do thotë me mujt me i bo mas akshomit është më mirë. Po nëse i ke bo analiza dhe ki nevojë do thotë konsumosh diçka ushqim, diçka për shkak të që do të keni nëse përkeqësohet shëndeti. Përkeqësohet shëndeti, atëherë e prish atë ditë, nuk ka të keq. Pra në esencë nuk e prishin agjërimin. Nuk e prish agjërimin. Qartë, gjyshja thotë është 72 vjeçare, nuk mund të agjëroj, si t'ja bëj me kompenzimin? Normal, mendoj që mosha e saj është moshe e pleqërisë, moshe e shtyrë, tash shëndeti edhe i kësaj moshe dallon prej njerëzve në njerëz. Dikur nështë ka mundësi që të agjëroj male, dikur do të ka një problem shëndetësor që nuk ka mundësi, do në kjo moshën në moshën e pleqërisë. Dhe në moshën e pleqërisë, kur nuk pritet që do të përmirësohet gjendja më mirë shëndetësore, ose do të jetë më i ri vitin e ardhshëm, atëherë do thotë e bën do thotë pagesën e agjërimit. Qartë. Një vitër për çdo ditë. Mirë. Vazhdojmë me telefonatët të tjera, alo? Alo? Po, noni.
Selam aleikum wa rahmetullah. Aleikum salam wa rahmetullah. Së pari, desha të u përshëndes për hajrë mujnë e bekuar të Ramazanit, Allah i kabull inshallah. Faleminderit, amin, në gjithëve. E kam një pyetje, në qoftë se injekcion marrën për smundje, a e prish agjerimin? Injekcion për smundje? Po, smundje, për dhimbje. Për që këtë pyetje kisha pas. E qartë, faleminderit. Vazhdojmë një tjetër telefonat. Selam aleikum wa rahmetullah. Aleikum salam, vazhdojmë tutje, alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Kam një pyetje për hoxhën. Po? A për shtazërimi për me bodi në që dhe mbrashën për kanë nëmë për shtazërim? E kuptuam, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum salam. Telefonata e radhës, alo? Alo, mirë mbroma. Mirë mbroma. Do shta një pyetje hoxhës. Po. Unë i fali 5 vaktet, namaz. E kum një hoxhë, tha, mas namazit, tha, mi kënu 3 herë kullu vallahin, tha, është si me lexu gjysën e Koranit. E për çdo namaz e bëj ata, është në rregull, është nëse gabim, a dashta në ditën për hoxhës. Një përgjigje. Dhe a ki se vape shumë, po do me pyet, apo? Po. A duhet me Sigurisht. bëj? Do të përgjigjet hoxha tash, faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Injeksioni për dhimbje, a e prish agjërimin? Jo, injeksioni për dhimbje nuk e prish agjërimin, përveç nëse është do thotë infuzion apo do thotë injeksion ushqyes që është, atëherë prish agjërimin. Përndryshe do thotë injeksion për dhimbje nuk e prish agjërimin. Qartë, incizimi i shtatzanis? Po, incizimi i mbrëmshëm i shtatzanis nuk prish kur gjatë do thotë prej agjërimit. Vazhdojmë tutje, thot pas gjë namazit them nga 3 herë kul huwallahu ahad, ka dëgjuar që e ka vlerën e leximit të Kuranit. Normal, kul huwallahu ahad është kaptina do thotë që ka thënë pejgamberi në 1/3 e Kuranit. Do thotë shpërblimi do thotë ose e përfshin 1/3 e Kuranit, do thotë leximi i kaptinës El-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Mirë, po kjo sure në këtë moment që me lexu pas çdo namazit 3 herë nuk ka ndonjë argument. Lexohet 1 herë, ndërsa 3 herë lexohet në akşam dhe në sabah pas namazit. Ndërsa për çdo namaz që e bën me lexuar nga 3 herë nuk ka ndonjë bazë, nuk di që ka ndonjë bazë. Pra jo si renditje, ndërsa gjatë ditës mund ta thotë. Gjatë ditës mund ta thotë sa dojnë, mirë po si renditje do thotë që me bë adet, me bë traditë pas çdo namazit 3 herë, përveç në akşam dhe në yasi pas farzit që është ka ardhur në sunet pejgamberit që të këndohet 3 herë, në tjera të namazeve vetëm nga 1 herë këndohet. Mirë po vlera kësaj sure është me të vërtetë është e madhe për arsye se dhe ka shpërblim. Po, dhe ka shpërblim madh tek Allah. Qartë, vazhdojmë me telefonues të tjerë, alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. E kam gjyshen të smut me diabet. Po. Po do me vonë pare për në mujt. So me agjeru. Sa dohet me pagu? Në rregull. Faleminderit. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo? Alo, noni? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të ishte një pyetje për hoxhën, mja bon gruja u kon haq, është mbulu me shamin. Në barë, a ka drejt me dalë pa shamin, apo jo? E qartë. Natën e mirë. Natën e mirë. Telefonuesi tjetër. Alo? Apo do të vazhdojmë me përgjigjet mirë. Thotë, sa është vlera që duhet me bosh pagimin për mos agjërim gjyshja e cila është me diabet? Normal, smundja është prej atyre gjëra që bën tolerim agjërimin në to. Dhe njeriu i cili është i smur në moment kur vjen Ramazani, nuk e ka për obligim me agjërue.
Nëse është smundje e përkohshme, do thotë ka e plotson mas Ramazanit, mas të kalojnë smundja, mas kalojnë Ramazanit do thotë. Nëse kalon smundja do thotë brenda Ramazanit, ato ditë që janë jeshën ndoshta agjëron, disa ditë të tjera të mbetura duhet të kompenzohen pas Ramazanit. Smundja me diabet, do të thotë mendoj që smundje e varërueshme pashëruese. Atëherë do thotë kjo e pagun agjërimin e saj. Një vitër do thot në ditë, një ushqim do një shuit një racion do thot por një të varfër. Dhe kur duhet ta bësh pagimin? Tash apo në fund të Ramazanit? Nuk ka problem, këto mund ta bëj edhe në fillim, mund ta bëj edhe në fund, nuk ka problem. Qartë. Por derisa ajo ka qartë se nuk ka mundësi me agjërua, apo mund ta bëj edhe në fillim edhe në fund, nuk ka problem. Qartë. A bën me dal pashamin në obar? Normal tash nëse oborrin e ki të rrethuar mirë që nuk duket apo nuk ka shtëpi anal që mund dikush të çoj përmes dritares apo përmes do thotë nuk ka të keqe me dalë edhe pashamin në obor. Mirë, por nëse je do thotë në ambiente më të hapura pak, oborri është më i qelt pak, më i hapur që mund të kalojnë njerëzit, mund të çoj dikush brenda në oborrin ton, atëherë është më mirë, duhet të mbulohet. Po më mirë edhe më ndershme do të ishte që do thotë kur dish në oborr, sidomos në shumica i kemi oborrët do thotë të përbashkëta nëse me vëllezër, me migjallar, me kështu do thotë me kushëri, me të afërm, ndoshta më mirë do të ishte por me ikë por mos me rënë me një pozitë keqe diçka që me pas shamin kur dish në oborr. Vazhdojmë tani me telefonues të tjerë, urnoni. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Ndeshta që bëj hoxhës një pyetje. Po. Kur po him çdo herë kur kemi hin mujt e mëdhaj, i kemi ninu net të mëdhaja që kanë qenë. Edhe hoxhallar të vaktënden ka thonë është shumë se vapi madh me agjëru. Por tash falë sot i kemi bërë radio televizione përmes internetit, dalin disa hoxhallar dhe thotë se është haram me agjëru. Tash jemi këtu nuk po muj me vlerësu ai të dy hoxhallar. Edhe ai ma hoq se ki edhe ki tjetri. Cilit me i besu ma tepër? A është haram me agjëru apo nuk është haram me agjëru? Pra kemi fjalët për netët e mëdha jashtë netët e mëdha Ramazanit. Gjatë mujit Shaban edhe Rexhep. E qartë. Faleminderit. Por edhe ju me siguri keni ndëgju ata. Patjetër do t'i përgjigjet hoxha. Faleminderit dhe për ju. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje hoxhës. Po. Unë kam pas një shoqe që më rrit me ta. Dhe kemi kaput kontaktet para 3 vjetëve. Nuk është që kena pas që na po ladi qka, po që kena konë toksike me njëna tjetrën, e na do shumë të hirtë Allahit. Po nuk është, na vetë tjeshtë kena kaput kontaktet se lidja ju nuk është shumë toksike. Po që 3 vjetë mua në shu që jam mungon të i për shumë. A është në shama herë në 2 jatë mund të në skulli. Qka nëse mund është një këshil. Unë e lutë nga shumë për të e menoj gjithë të detë, po njështë nga të kurbojnë bashkë kena shumë toksike me njëna tjetrën. Ishtë një këshil të lutem. Allah i përri. Faleminderit për telefonatën, do t'ju këshilloj hoxha. Mirpresim pyetjen e radhës nga telefonuesi tjetër, alo? Alo, noni? Mirë, atëherë vazhdojmë me përgjigjen. Thot, kohë më parë kemi agjëruar netët e mëdha në muajin Rexhep dhe Shaban, ndërsa tash kemi dëgjuar prej disa hoxhallarëve thot se kanë thënë që është haram me agjëru. Është haram apo si? Fillimisht për ndëgjuesin për këtë vllahun që e bani pyetjen dhe për gjithë, do thotë para se gjithash, një çështje duhet ta kemi në hatër dhe duhet ta kemi parasysh. Sepse ka të bëjë me adhurimet. Gjanat që kanë të bëjnë me adhurimet duhet me qenë do thotë me tekste të preme, me argumente të preme. Do thotë nëse unë kom thonë bënja qështu, nëse është punë adhurimit, që duhet me më thonë a ka hadith për këta, a ka argument për këtë. Nëse do thotë
me vërtetu ma shumë këtë çështje apton. Sepse adhurimet nuk bëhen vetëm se unë kam dëshirë, apo pse unë kam, pse dikush më ka thonë, mirë po duhet të kenë një bazë, duhet të kenë një argument. Tash për shembull tek netet e mëdhaja, ne nuk po himi në atë se kanë agjëruar më herët e kanë ditë s'kan ditë. Aq do thot kanë pas, edhe aq kanë mujt edhe i kanë agjëruar, nuk është problem. Edhe ne nuk jemi ata që i vlerësojmë njerëzit, sepse do thot është dikush tjetër, Zoti është ai i cili i vlerëson punët e tyre, opton. Po ne në aspektin juridik, po them, do thot, nëse themi me agjërue një ditë, caktuar, pa marr parasysh është natë e madhe, i thojmë apo natë do në duhet kthehemi tek tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka agjëru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë natë apo nuk e ka agjëruar. Nëse themi që e ka agjëruar atë natë, atëherë do thotë ne nuk kemi problem. Nëse themi do thotë nuk e ka agjëruar atë natë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ne llogarit me natë e madhe. Atëherë do thotë automatikisht do thotë nëse e bën që me agjërua gjithherë atë natë, çdo herë kur vjen ajo, çdo vit kur vjen ajo natë, atëherë ti e ke bënë traditë ose ne e ke vendosur një adhurim fe që realisht do thotë nuk ka ekzistuar, më nuk ka pas ndonjë bazë, ndonjë argument. Po t'ishte diçka që do të ishte do thotë e rëndësishme dhe nuk do të ishte e rëndësishme mu agjërue, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht se do të na tregonte dhe do të na përcjellte mesazhet e tij për me agjërue filan ditën. Ne kemi për shembull hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për agjërimin e ditës së Han, për agjërimin e ditës së Ajte. Janë që i ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve. Ditët e bardha i ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve. Muajin Shaban e ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumicën e rasteve, do thotë shumicën e muajit, opton. Do thotë kemi jashtë agjërimit farz, kemi agjërimin nafile që na transmetohen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë me pas si parim këto në jetën tonë si besimtar. Gjithmonë kur ka të bëjë me adhurimet, nuk ka nevojë me shtu diçka më shumë nga adhurimet, me i bëhet do thotë pjesë të fesë tone, se ti mundesh një ditë më shumë agjëru për çef. Kjo nuk ka të keqe. Mundesh një ditë më shumë me fal namazin e natës për shembull me xhamat edhe jashtë Ramazanit. Edhe kjo. Amo ti me bë adet me fal namazin e natës çdo herë pas Ramazanit me xhamat, kjo nuk qëndron sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj do tek këto çështje është shumë e rëndësishme, do të kthehemi në atë që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi kur ju ka drejtuar shokëve, çka ju ka thonë? Ka thonë unë jam më shumë më i dishmi për Zotin, edhe më shumë të ja kam frikën Zotit. Na ku me ditë këtë vitin me agjërue, nuk më bu ma devotshëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj do thotë ditët që i agjërojmë, nëse se ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi ditë, mos e bë ti adet atë ditë me agjërue. Mos e bë do pjesë të jetës tonë, pjesë të fesë tonë realisht, se nuk bën ashtu, opton. Mirë po, do thotë ditë për çaf, ditët që janë të veçanta që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si tash ditën e Han të Ajte, këto nuk ka do thotë është preferueshme me agjërue. Andaj do të këtë bazë, këtë parim do të më pas gjithmonë jetën e tij besimtari. Dhe gjithmonë do thotë ne nuk e akuzojmë askon se s'ke ditë ma herët, nuk e gjykojmë. Po nuk e paragjykojmë askon, opton. Mirë po, tash edhe në anën tjetër, kur ta marrëm do krahasimin, tash do thotë hoxhallarët studiojnë për vendet e ndryshme të botës islame, që atëherë konë ma pak mundësia me studiue. Do ndija u konë ma shtirë, atëherë më umrije, tash është ma letë. Jo vetëm hoxha, po tash edhe xhamati për shembull me leximin e librave me ato, gjen hadithe ndryshme, gjen argumente ndryshme, që ti do thotë ndoshta bjen kundërshtim me ato që e ke bërë më herët pe i vepra tua. Andaj do të thotë shumë me rëndësi kjo çështje bojar që me pas parim ti do thotë me ndjek traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ibadete në adhurime. Po dolëm nga jashtë kësaj, atëherë mund që të kemi probleme pastaj do thotë në shumë çështje. Mirë, pyetja e radhës. Thot kam shkëputur kontaktin me shoqen, sepse qëndrimi bashkë me të ka qenë gjithmonë toksik, ka qenë gjithmonë i pakëndshëm
nuk janë përshtatur. Mirë po ajo thot megjithatë pas sa viteve më mungon dhe lutem për të. Pra, qëndrimi bashk nuk funksiononte, por edhe qëndrimi në distancë ka mungesë për të. Si e këshilloni? Kjo është sikur ajo rregulla që kemi në shariat, çdo herë që bashkohen ndahen, çdo herë që ndahen bashkohen. Kur ka të bëjë me termet islam dhe iman e këto. Do thotë, përderisa është gjendja kështu, në mendoj që është një dreq mes juve që do thotë nuk i lën me qenë bashk edhe fizikisht, po përderisa e keni këtë problem, këtë telashe, atëherë vazhdoni do thotë me lutjet që i keni për njëra tjetrën. Sepse lutja që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutja e personit që nuk është prezent, kur lutesh për atë që nuk është prezent, është e pranuar tek Allahu azza wa jalla. Andaj ti e ke këtë shansë, e ke këtë moment, mo lut dhe zlut të Zotin që ta zbut zemrën tënde dhe ta zbut zemrën e saj, që të keni edhe do thotë kontakte, biseda, nejat përbashkëta, sepse mendoj që do thotë mirë po edhe një çështje tjetër, do në gjithmonë atë dashnin, pa marrë parasysh, do në mos ja dhura askujt komplet dashnin përveç Allahut azza wa jalla. Pra, dashuri me masë në raport me njerëzit. Çdo sen me masë aton. Nëse shet që po keni kacafytje kur takoni aton, biseda bëni pak me masë. Jo do thot me bë shumë hajgare, tani hajgareja që shtojnë populli me dal në dhnim, me dal do thot e kundërta. Don mos e prekni njëra tjetrën në ato telat ose në ato do thot pikat ku jeni të ndihshme. Po janë ndihshme. Po. Vazhdojmë tutje, do të mirpresim telefonatët të tjera, urnoni. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Dashta një pyetje me pyetën hoxhën. Po. Para se me ra me flajtu në gjithmonë i këndoj kështu 11 herë Eshhadu an la ilaha illallah, edhe 11 herë Kulu Allahun, edhe Kule Utat, edhe Ajetul Kursiyin. Tash mu ka bo shprehi se në kohën e socializmit, ashtu na kanë mësu, edhe tash gjithmonë para se me flajtën, unë që ato gjithmonë i thamë, edhe që ditash a është në regull, a mos... E kuptuam, faleminderit. Mirë, faleminderit. Alo, i themi telefonatës tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Desh tani së qarim për hoxhës për së visejdën? Po? Faleminderit. Faleminderit juve. Pa, mona me prit lidhje me forës. Hiç s'ke nevojë me prit, kanë inkuadruar drejt në emision. Urnoni me pyetjen. Selam aleikum. Aleikum salam. Selam. Hoxh, ju përshëndes urime azhërimi Ramazanit, dhe sa të pyetëm ja vao hoxhës. Ne shpërblet urime edhe juve. Ja 4 ditë pa hin Ramazan, e kam thyer dorën e djathtë, e kam ngep se abdesin, s'po puna me marrë ta më që duhet, am pranohet namazë. Po, qartë. A kuptove? Shumë e qartë është pyetja, faleminderit. Te dorën e djathtë këtë kam ngep, po abdesin nuk po puna me marrë ta më që duhet, rregulla abdesit, po namazin gjithashtu, am pranohet namazë. Faleminderit. Selam aleikum, e u përshëndes. Aleikum selam, edhe ne të përshëndesim ty. Tërsa do të marrim një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. I kam 3 pyetje për hoxhën. Po? E para është kur mas Ramazanit na femna që kemi cikël që do të me zavendësu, këto 6 ditë që agjeron pas Ramazanit, a do të mi kry borxhin, tani mi bo këto 6 ditë, a do të mi agjeru mujna, mi agjeru këto e mandi borxhin mi kry dimrit ose ma vonë kur të mundemi. Dyta është, pyetja dytë është kur jena me cikël, që s'kena namaz, që s'kena abdes, ky dhikri mëngjesit të mbrëmjes a të mbron. Edhe pyetja e tretë është, e kam dëgjuar një hoxhë një ditë në televizion që tha që nëse shkon në teqe, nuk është haram, se është një sikur kur shkon qabe që është vori i pejgamberit alayhis salam atje, edhe ti shkon lutesh për që më ta pranu Zoti duan që për hir të njëri që shaj që është aty. Me thonë sa që ndronë që sa është e vërtet, a është haram, asë është haram me shku me bo dua në teqe.
ose me qitë në i qiri, ose kjo është krejt. Faleminderit për telefonatën. Allah është për krejt. Amin edhe ju. Thot, para se të bëj në gjumë, them 11 herë shahadetin, 11 herë ikhlasin dhe 3 kul jaudhat, ajetul kursin, është në rregull kështu. Kjo përmend një motra që tona i ka mësuar socializëm, në komunizëm atëherë. Shumë mirë, alhamdulillah, që ta kanë mbajtur fen përmes këtyre gjanave, alhamdulillah. Dhe atëherë do të thotë ka qenë shumë kohë e vështirë, shumë kohë e rëndë. Dhe njerëzit do të thotë ato që kanë mujtë me zbatu edhe me ditë që pak për ju bën hajra, në familjes e vladve, se ka nuk është ndalën ato, a bën as bën ato. Mirë po, ato alhamdulillah ke krye, ke mësue, mashallah, dhe inshallah Allah është përblen për jetën që ke pas dhe për se përmes tyre edhe inshallah është përblen edhe ata prind që të kanë mësue për këto lutje para xhumit, sepse ta kanë marrë fen me çto opton. Mirë po, tash do të mësojmë diçka do të thosh ka është edhe më e mirë se këto edhe më autentike, do më bazike. Me thonë shahadetin do thotë një më të herë kur bësh me fjet që nuk ka ndonjë hadith pejgamber por që s'është më marr me bë traditë adet me bë afton nuk ka ndonjë hadith thuhet 3 herë kul huwallahu do thotë ulën duke qenë i bën durrën në këtë formë dhe thuhet 3 herë kul huwallahu dhe pshtym 3 herë me pshtym të thatë edhe për shkak të trupin komplet. Pastaj kul huwallahu birabil falak të njëjtën gjë, pastaj do pshtym 3 herë me pshtym të thatë dhe për shkak të trupin këtë, edhe kul huwallahu birabil nas 3 herë, pastaj pshtym me pshtym të thatë dhe për shkak të trupin këtë, këndon të smidovën ajeti kursin, janë doa dhe tjera që këndohen, pastaj bjen në krahën e djathtë, këndon do thotë 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, edhe 34 herë Allahu akbar. Edhe këto janë do të thotë lutjet, përveç atyre që janë edhe më shumë, po këto janë lutjet që mund mi bëj secili prej neve. E këto me këto e përmbyll optan. Nuk ka të keqe me thonë ti shahadet në ato. Mirë po me bëj adet që çdo herë mi thon ka një më të herë optan, që të numër me caktue nuk besoj që ka bazë ndonjë hadith pejgamberit nga ajo që kemi dëgjuar. Sa fjalë për sevisejdën? Normal sevisejdja është prej çështjeve do thotë që është temë që ka nevojë sqarim më të madh pak. Dhe është prej tema që ka bukur diskutime në këtë çështje. Mirë po në pika të shkurta, do të sejdja bëhet për 2 shkaqe, ose do të kur ke shtu diçka në namaz, ose kur ke harru diçka në namaz. Kur ke harru diçka në namaz, do të sejdja 2 sejdë bëhen do para se me dhon selam. I kënaqën të jatin në teshahudin e fundit, në uljen e fundit, kënaqën të jatin, shahadetet, salavatet, duat, i bën 2 sejdë dhe jep selam. Kur ke harru diçka brenda namazit. Kur ke shtu diçka brenda namazit, atëherë do thotë këndon të jatin, shahadetin, salavatet, duat, lutjet dhe pastaj jep selam, pastaj i bën 2 sejdë. Sepse shtesa që bëhet namaz do thotë bashkohet me sejdët që i ke bëj jashtë namazit dhe të llogaritë që i ke fal një recat. Ndërsa shtesa që bëhet sejdët që bëhen brenda namazit para se me dhon selam, ti është plotësimi aty në mangësive që i ke lënë brenda namazit. Qartë. Mirë, pyetje tjetër, thot kompenzimi i Ramazanit fillimisht, pastaj shevali apo si? Po, e patëm edhe kam thyer dorën kë pyetje. Po, në fakt. Po i përgjigjemi kësaj, pas e lexuam, pastaj kthehemi dorës së thyer. Kompenzimi i shevalit apo ditëve që kanë. Kompenzimi i ditëve do të ka afat deri sa të vinë Ramazani tjetër. Mund të njëri me zgjedhë dhe kur është do thotë kur janë ditë më të lehta pak, kur janë ditë do thotë kur je më i fuqishëm në aspektin shëndetësor. Ndërsa ditë të shevalit janë në afat të caktuar. Janë do thotë vetëm në muajin e shevalit. Nëse ti do thotë mendon me i krye edhe kazan, do thotë edhe zavendësimin, edhe ditë të shevalit, brenda muajit të shevalit, atëherë do thotë ju jep përparësi zavendësimit, sepse farzët i jepet plotësimit të ditëve që si ka agjëruar. Ndërsa nëse ti do thotë nuk mund mi bë të dyja në këtë rast, atëherë do thotë e agjeron ditë të shevalit, pastaj kur tipet mundësia në muaj tjerë, ka dimni apo kur dita shkurtohet pak, kur nuk është vala e punës ta them opton, atëherë do thotë i plotson ditë që të kanë mbetë.
Thot e kam dorën në gips, am pranohet namazi për shkak se nuk mund ta marr abdesin e plot si Vende tjera, do të thotë pjesë të trupit tjera, inshallah besoj që të ndihmon dikush edhe me marr abdes, në këtë rast do të thotë bashkëshortja apo fëmia dikush. Aty ku nuk e ki gipsin, do të thotë fashën ku nuk e ki gipsin ku nuk e ki, aty do të mi vla edhe pjesë tjera, gjymtyr tjera trupit që janë për abdes. Ndërsa tek ajo kur afrohesh, për shembull nëse e ki këtë pjesë në gips, atëherë do të i fërkon gishtat këtu, aksaj vetëm i jep mest. Do të thotë edhe mjafton çikaq. Ndërsa do të thotë nëse tipët mundësia mi la pjesë tjera, do të patjetër mi la, ose ndihmon dikush, se normal ti dorën nuk mund me kthyet, ndihmon dikush, po nëse nuk ki mundësi kur qysh, atëherë do të thotë e përdor tejemumin edhe e fal namazin. Thot dhikri i mbrëmjes dhe i mëngjesit a janë të mjaftueshëm për të na mbrojtur gjatë kohës kur jemi me cikël. Po, ajo ka efektin dhe motrat besimtare, në ato nuk bën me lënë dhikrin në asnjë mënyrë. Ka shpeshherë dikush nga ajo se nuk mund të falem, jam do në cikël mujor, atëherë as nuk e përmend Allahun, as nuk do thotë as nuk bën dhikr, as nuk reciton Kur'an apo diçka që i din ato gjëra që i din. Andaj do thotë përmendja e Allahut dhe dhikri në mbrëmjes i mëngjesit para se merrem me fit, këto bëhen edhe duke qenë në cikël mujor, sepse atë librën që ti nëse nuk i din përmesh, atë librën që e ka mbroja muslimanit thamë ajo nuk është do thotë Kur'an. Në ciklin mujor do thotë femra e ka ndaluar me prek mushafin, me prek Kur'anin do me dorë, me lkurën e gishtrave të saj, me prek, ndërsa tjera të libra nuk e ka ndaluar, edhe nëse kanë ajetet Kur'anin brenda saj, se nuk quhet ai Kur'an. Mund të quhet libër që mund me pas në janë një do, edhe lutjet, po edhe Kur'an nëse dim përmend, do thotë edhe sidomos kjo është telashi është tek çështja e motrave që mësojnë hifz përmend në Kur'anin. Atëherë do thotë dhe frika se pe harrojnë pjesë të Kur'anit, nuk ka të keq, do thotë mos me prek Kur'anin, me dorë, mirë po ose do thotë mi përsërit në veten e saj vazhdimisht, ose edhe me lezu përmes telefonit apo diçka. Qartë. Ose prej largu. Shkuarja në teqe, thot ka dëgjuar dikët, ti ke thënë është si në qabe, me u lut. Nuk është ky krahasim me vend, për arsye se në qabe me u lut, Zoti ka thonë, me shku te qabja me vizitue. Ndërsa teqe nuk ka thonë nga Zoti me vizitue. Tjetra, vorri i pejgamberit nuk është në qabe, është në Medinë, nuk është në qabe, shumë njerëz mendojnë. Bile ka prej agjive, adin nga ignoranca kjo është, që ka thonë, ke është në qabe, po se pash vorën e pejgamberit. E pash qabe, po se pash vorën. Ka mendu që në vorë është në qabe, mrenda. Ne nuk i lutemi varrit atë. Qabja është vend, shtëpi që Zoti ka vendosur shtëpinë e parë për me adhuru Zotin, edhe do t'i ka bërë ritualet, edhe për çata Allah ka thonë, wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub. Ka thonë, kush i madhron simbolet e Allahut, kjo është devotshmëri e zemrës së tij. Devotshmëria e zemrës së tij. Edhe logjikisht me thonë, secili prej ne mund me thonë, e pse na mos sjell mos sjell ka ata gurt aty. Po sigur mos ta kishte emrin qabe, nuk do të bëjnë të mos sjell. Po për çata që ka emrin qabe, do të thotë edhe e ka bë Zoti shtëpi për mu adhurue, edhe ka thonë do në varforme rritet e haxhet bujarin janë edhe pak një sprov për besimtarin. Do me ta testu imanin tën, a je në gjendje ti me ju dorëzu Zotit tamam çështu kom thonë edhe çështu do të më bëti. Po, pse me puth gurin e zi? Ai guri thotë dikush thotë është guri, çka me puth gurin e zi? Po mos ta kishte vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një gjë të tillë, nuk do të takshmi vepruar. Sepse vërtet do thotë ai do të ishte sikur gur të tjerë, nuk do të kishte nevojë me përçafu ose me puth ose do me përshëndetje. Mirë po, ritualet e haxhit janë me argumente, me tekste. Edhe ashtu që ka vepruar pejgamberi do të më vepruar edhe na. Ashtu që ka porositë Allahu do të më porositë edhe na, do të më vepruar edhe na. Po nuk ka as pak krahasim. Ndërsa teqja do thotë dhe ne nuk e bëjmë tavafin qabe, do të si madhnimi qabës. Ne adhurimin e bëjmë për Zotin. Ama ritualin që e ka bë Allahu, do thotë formën e çti ibadeti e ka bë mos sjell ka qabja. Do thotë kjo është me krahasuar qabën me një teqe, që mas pakti mund quhet hoxh.
mas pakti mund quhet hoxh. Edhe me mendu hoxha që vorri pejgamberit është në çabe, nuk është do të thotë kjo nuk di ku është niveli i tij ai hoxhës, kupton? Por që ata nuk do të merron këtë nivel ti si besimtar edhe me marr dijen do të thotë prej atij që pastaj do të thotë teçi është punë dhujtarie. Teçi është punë dhujtarie, do njerëzit shkojnë i lutet gurit, i lutet do të thotë vorrit aty në kuptimin do të kërkon prej tij gjëra që s'lejon, se mu lut me bëni doani lutje për ta nuk ka, apo ti shkon kërkon ato gjëra që s'lejon pe ti mirku, s'ka mundësi me të sjell. Rrezikun, fatin, me ta zgjidh fatin, me të pajtue me dikanin, ose me të japrish filanit punën, me japrish, ato s'ka mundësi kurkush me t'i bo përveç Allahu xhalla xhelalu. Andaj lutja ndaj atij që me kërku prej atij atë që nuk ka mundësi ai me ta bëj, kjo është do thotë llogaritet e dhujtari. Andaj do para asaj shejtëri që ja bojnë do thotë shehlerëve që ja bojnë do thotë aty, me të vërtetë do ka shumë gjëra që nuk përkojnë as pak me fen tonë pastër. Andaj do të me pas kujdes këto gjëra. Mirë, vazhdojmë tutje, mirë presim telefonata të tjera, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndes, edhe ju përgëzoj për Ramazanin. Faleminderit. Gjithë musliman me anën banë botës ka jam. Kështu, brenga ime është kjo. Jam me hipertensione, jam me shumë sende tjera, me qendër tiroide, me shumë çka. Po, herave tjera kom lexu Kur'an edhe vetëm. Ndërsa si vjetë kom nisur në shku edhe në mukabile. Në mukabile më dohë me tërmek gjumin dhe një herë. Edhe po do me ditë, a kom me bërgjë, o pet një përsërit që ato pjesë që më kanë ikun edhe me mara vetë për shdet. Edhe një tjetër cila kënë, po haraj. Jem edhe harështare. Po të presim, kujtojnë. Kështu edhe namaz më do më koncentru tensioni, aja me detyru me marrë dhe aty, avdesi me përsërit namazin, si që dhënë puna, eshte që të sharim me ma buhëgja. U faleminderit, ju përshëndes, selam aleikum, Allah ju rujt. Amin edhe juve, aleikum selam. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ju përshëndes juve, bujarë dhe hoqën e ndërum. Faleminderit. Kam një pyetje. Kurani si libër i shejt. Më interesant më shëroj pak hoqë e ndërum që shumë, dhe më tonë edhe nasa, bazohet në shumë gjana Kuranit. Atëherë, sa i përket pejgamberi Muhamedi alayhis salam, dhe më tonë ka folë, çdo që ka vepru është shkru, është konë, është djetë nga Kurani, apo mirë po tash me zhvillimin e teologjisë, shkencave islame, atëherë çka mund të themi për shembull nëse personi njeriu si qenie shumë e zhvilluar me shembull, atëherë a duhet nëse bazohemi në Kur'an, a do të ekzistojë kjo padrejtësia e gënjeshtra e këto asnjëherë jo. Atëherë njerëzit që lexojnë shembull Kur'anin, a mund të jenë ata njerëz që do i përbën rregullave të Kur'anit, nëse do të bëjnë kur asnjëherë të keqen këtë botë. Pra, pyetja është që nëse do të punonim të gjithë me Kur'an, a do të ndodhin këto padrejtësi në botë? Po. E kuptuam, faleminderit. Faleminderit juve. Mirëpresim një tjetër telefonat tani. Alo? Assalamu alaikum. Aleikum selam. Ju përshëndes juve dhe hoxhën e nderuar. Faleminderit. Desha një pyetje, kur shkoj domethënë në xhami dhe pas përfundimit të namazit, i bojnë dhikrin domethënë kështu sikur me këndim, me zë të gjithë bashkë dhikrin, por që unë e bëj domethënë sikur gjithmonë siç e kam bërë në heshtje kështu dhikrin që bëhet pas namazit. Domethënë nga frika që mos më bëj diçka të ndaluar që vetëm se u mbet prej traditave, nuk është domethënë pjesë e suneteve, unë vetëm e bëj atë dhe dal domethënë. Por që po më vjen domethënë ndonjëherë turp, kur po më shohin ashtu që po dal apo mos po veprej diçka gabim, e desha me pyet hoxhën që si është domethënë me sunet.
Selam aleikum. Aleikum selam. Tani dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak për të vazhduar, do të marrim përgjigje lidhur me këto pyetje, por edhe do të presim telefonatat e tjera. Me Hoxhën Shaban Murati do të mirëpresim edhe më tej telefonatat tuaja, derisa tani do t'u përgjigjemi atyre që pyetën më herët. Thotë, kam probleme me tensionin e lartë, me tiroiden, po shkoj në mukabele dhe ndodh aty të më merr pak gjumi, duhet ta përsëris abdesin dhe njëkohësisht a duhet ta përsëris leximin edhe asaj pjese që më ka ikë e nuk e kam dëgjuar gjatë leximit. Bismillahirrahmanirrahim. Do thotë përsëritja e abdesit në atëherë kur kotesh, në nëse është gjumi i thellë, që do të ke humbur plotësisht vetdijen dhe nuk ke qenë fare në ambient aty, atëherë do të marrësh abdesin. Ndërsa nëse ka qenë veç kotje e lesa që ty tu kanë përzika pak edhe do të zonat e këto apton, nuk ka qenë shkputje pra ke pas një lloj vetdije. Po, si një lloj nënvetdije, atëherë do thotë ki avdes, sidomos nëse je ulën, edhe nëse je pështetën dhe ulën ose këmbkryq ose për shkak se forma uljes do thotë i bllokon do thotë pjesë të mundësinë për me dalë ndonjë gaz apo diçka. Atëherë do thotë varësisht për gjumit që e ke bë ose për kotjes që e ke bë. Nëse është e thellë që ka kaluar në gjumë, atëherë do të merr abdes. Nëse është vetëm një kotje e thjeshtë, atëherë nuk merr abdes. Mirë po e fal namazin dhe tjetra ato ikjet ndonjë ajet nga përgjumja. Inshallah kish problem tek Allah, nuk mendoj që ka nevojë mi përsërit inshallah, përderisa ai ka prezant atë. Thotë në namaz ndonjëherë më ik koncentrimi për shkak të tensionit të lartë. A me përsërit namazin rrjedhimisht edhe abdesin? Jo, nuk ka nevojë do thotë me përsërit, po vazhdon, sepse përkushtimi në namaz do nuk është namazi përsëritet atëherë kur bën diçka që e prish namazin. Ndërsa përkushtimi do thotë ka shkallë. Nganjëherë njeriu edhe brenda namazit ndonjë moment është më i përkushtuar, ndonjë moment është më pak i përkushtuar, andaj edhe përkushtimi do nuk është prej gjërave që duhet ta përsëritësh namazin. Sa më shumë njeriu të ketë mundësi më përkushtuar është më mirë po do thotë edhe në atë gjendje ashtu e fal namazin. Dhe nuk ka nevojë me marrë abdes. A do të kishte këto lloj padrejtësisht e parregullsisht nëse do të punonim me Kur'an, ishte pyetja e radhës. Po, motra do thotë një farforme një breng ose do thotë një sharrim për këtë çështje, edhe pse pyetja ke don pak më për mbledhja kësaj pyetje ke kjo. Fillimisht nuk mban me menduar kur që ai që është fetar shumë nuk bën gabime korra. Mirë po dallimi mes atij fetarit që bën gabime edhe atij që nuk është fetar dhe bën gabime është se fetari kur bën gabime do të mëneri kujtohet. Edhe mëneri do të i bie ndërmend që ka bën një gabim. Edhe kthehet tek Allahu xhalla xhelalu. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ka thënë Allahu ata të cilët janë të devotshëm kur I prek shejtani kanë herë Optan, të dhe kërru, mener do në aktivizohen, mener do thotë rizgjohen, optan, mener e mendojnë, pse kjo, keq kjo është, optan, edhe do nëse e ban, kthehet mener tek Allah, mener kërkon falje, ndërsa do të tek ata që nuk praktikojnë Kur'an, nuk praktikojnë fen, do pse I prek shejtani nga sman, ata nuk e kanë derë, nuk ngjallet ajo ndjenja ose ajo kërkesa te për mu kthye prap në ato binarët e duhur dhe në atë rrugën e duhur që Zoti e ka kërkuar. Andaj do thotë këto duhet me hik prej mendjes sepse kjo tani pastaj ndikon keq edhe tek njerëzit do thotë në imanin e njeriu kush mendon thotë masi ai fetari po bëj kështu pse unë s'bëj. Nuk do të më lidh kështu punë. Po, se edhe ato nganjëherë ngacmon shejtani. Mirë po, ngacmimi i ai është do të thotë se ai meneri bie ndërmend dhe kthehet tek Allahu xhelalu. Nëse është prej të devotshme, çfarë se ka pa u pendue, pa u kthy tek Allahu xhelalu. Nuk do thotë që ata që po, Kurani në përgjithësi sikur do të praktikohej në jetën publike të njerëzve, do ta ulte nivelin e padrejtësive, nivelin e zullumit, nivelin e
dhunës, nivelin do thotë e krimeve ndryshme, do thotë gjanave do shkatruse, do t'i qenë të njerëzit në binare të duhur. Po, mirë po, nuk do thotë që edhe ata që zbatojnë Kur'anin, ndonjëherë nuk kanë mundësi kur me bëhen një lëshim të vogël apo diçka, se jemi njerëz. Mirë po, qëllimi është do thotë që do thotë parimet e Kuranit do thotë mu mundu sa më shumë me zbatuar në jetën tonë, e kjo është do thotë ajo, e tani automatikisht vendoset edhe drejtësia, vendosen edhe gjërat në vendin e duhur. Po. Thotë dhikrin nuk e bëj bashkë me xhamatin në xhami, qëndroj aty dhe e bëj në heshtje dhe pastaj dal. A është në rregull dhe në fakt thotë unë po ndihem pak si keq, mos po keq kuptohem për xhamatit kur dal. Nuk është mirë me kriju rrëmuja në mesin e xhamatit, mesin e njerëzve besimtarëve. Nuk është mirë me i bë do veprime që e din që shkaktojnë pak do thotë urrëtie mes njëri tjetrit, e ngritin do thotë e prishin zemrat mes njëri tjetrit, prishin raportet mes njëri tjetrit. Mundos sa më shumë me qenë sa më i afërt me njerëz. Me qenë në veprimet e tua që mos me lëndue dikan. Ose me bon do një gjesta diçka që me të vërtet do të thotë ndikon keq negativisht të kaj. Edhe ata shka dalin do thotë edhe pa i krye të spet tash. Edhe ata shka rrin me krye të spet, me krye dua që i bojmë ne të përbashkëta në xhamia tonë, kështu ka me ta deti, kështu është tradita e jonë. E rëndësishme është namazin e kemi fal bashkë. Si t'jam me selam, ma nuk jemi në namaz. Automatikisht, përderisa nuk jemi në namaz, ne jemi të lirë. Përderisa jemi të lirë, dikush ka mundësi me nejt, dikush ka mundësi mos me nejt. Dikush do të të banë dhikrin mas farzit, ka qef qashtu me bëhe, mi po pa i pengu dikon tjetër, dikush do të të me bëhe ma vonë, apëton. Nuk është mirë do të për kësi gjana shumë me kriju e rëmuj, me pas kujdes shumë që mos me lëndu zemra. Nëse del pe xhamis do të keni i puna diçka, si t'jap selam, ose si t'a bëjsh dhikrin, mas farzit del pe xhamis, amo jo do të si shdo ka njerë, dhe i dal me dikujna për para, e shqetësojmë do thotë me ecjen tonë, me muhabetin tonë që e bojmë, me bisedat tona që i bojmë brenda xhamis, del shkollë dhe vazhdoj punën tonë në heshtje, edhe nuk i pengon tjerë dhe ti do thotë rahat. Pra duhet ta mbajmë mirë rolin që kemi në xhami, sepse po shkojmë për të kryer një ibadet. Roli mbi gjitha, roli edhe i hoxhës, edhe i xhamatit, do të me qenë roli unifikues në xhami. Patjetër. Si të fillojmë do të thotë ti e bën kështu, jo kjo e bën kështu, jo. Pastaj do të thotë nuk ka nevojë na debatimet në xhamat që bëhen mes vete, është dikush që është një udhëhec atë. Është dikush që orienton. Ndoshta ti do të thotë ta marr me shembull, është një plak tu bën një gabim. Do të thonë në rritjet e tij fetare. Ndoshta ti më ia thon, ti nuk ta merr. Po ti më thon me thon hoxhës, apo don çikja në banë kështu, hoxha nëse i thot, pe i hoxhës se merr, prej ti se merr. Normal është kjo atë. Po. Atëherë do të gjojmë metodat e mira, gjojmë metodat e çdo çështje te hoxha. Po, çdo çështje te hoxha kthej aftën. Edhe ai mirët, edhe me ato edhe me këto, e rëndësishme është me ngu hoxhën, se nganjëherë nuk e ngojnë. Ai ka çastin e dur për secilin. Po. Galera splesh çfarë nuk e ngojnë hoxhën, po astrit nuk e ngojnë hoxhën. Ti thu për shembull një djalë të ri, nëse don me bë dhikrin ani, bën edhe dhikrin, ulën. Nëse do me fal pastaj se ngjitu fal, mos bësh zhurmë, mos shkakto do të thotë shqetësime tek të tjerët. Se të na i mësua do të thotë mosha e vjetër mësu kur ti namaz edhe kur aty s'ka më bësh zhurmë. Për këtë arsye, tash do të thotë edhe fëmijët përpara ai kalon në xhami me shku fëmijë, nuk i kalon pse ka qenë strikt kjo punë afton. Rigoroz unë jam të fortë, s'du më prish dikush afton. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë hyrë në qaf ose Hasani edhe Huseini gjatë faljes namazit. Po këtë ideja është tek ai koncentrimi. Këtë ideja është do të thotë mos me bë, me gjetë vend fëmijëve të mirë që nuk bëhet zhurmë, nuk bëhet rrëmuj afton. Pse mos më marr në xhami, në qoftë në një kënd të lojnave, qoftë do të thotë nëse mund me afrua afër vetes, mos më lënë fort me komuniku me të tjerë, mualim me të tjerë. Do e rëndësishme është në xhami do të më pas do të thotë secili prej neve si besimtar do të më pas parasysh atë kriterin kryesor që jemi vëllezër atë. Edhe duhet me kultivu dashnin për njëri tjetrit. Dashnin për njëri tjetrin bëhet me veprimet tona. Me ndihmut njëri tjetrit, me ia thoni fjalë mirë njëri tjetrit, mos me pengu njëri tjetrin, që çdo do të krijohet. Po pra. Mirë, vazhdojmë tani me telefonatat të tjera. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Po. Po, unë kom bon fotografi
kum bo analiza, kum bo krejt, amo miku po më thot shumë miri, amo ona e shmajt, o më shtën, e kom një farë ushtime në krye. Po, edhe ja kum nis edhe po folna, amo po harraj. Kom harrejs shumë kom harrejs. Çka po Ja kum nis harron? më fol edhe me telefon, amo kom, kejt harraj, kom harrejs shumë, se di. Amo kështu, kum bo analiza, fotografim, kejt mirë, më ka dho mjeku s'ki kur gjak problem. Amo ton notën e lume nuk mujt me flajt, se më shton krye, kom një farë ushtime në krye në onën e shmajt. Si t'ja nis me fol, kejt harraj, kejt dërë t'i di, kejt më fol di, krejt, amo kom harrejs shumë, anë është edhe pi kreja, nuk di pse. Shka do shta mja bo hyrës një pytje, Po. në onën e shmajt, notën nuk mëj me flajt. Pra do një këshill nga hoxha lidhur me këtë gjendje. Mirë, faleminderit, vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo? Alo, noni? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. A bën një pyetje për hoxhen? Noni. Desha me pyet hoxhen në farz kur të falëm, shembull farzin e akşamit, a bën mu lutën? E qartë. Natën e mirë, faleminderit Zotit. Natën e mirë, amin edhe juve. Vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Alo, noni? Natën e mirë, faleminderit Zotit. Ju lutem largoni prej televizorit. Alo? Po. Selamu alaikum. Aleikum selam. Deshta mi bu hoxhës pytja? Po, cila është pyetja juaj? Pyetja është kështu, kur të falemi edhe bim sejdë. A duhet me na prek bryllat kjo dora këtu në sejdë, apo duhet pak mi majt manel? Se i shisha prom të ravi, disa i lëshëshin krejt poshtë, disa i majshin kështu. Edhe tjetra, namazin e vitrit, kur të falë me gjemat, tani me dash me falë namaz nate, se nëse s'jom gabim prom hoxhën e krem, mu do që tha nëse s'gabaj, nështë ta më përmison ti, bujar, mu do si tha e falë vitrin aty me gjemat, edhe kur të vish falë namaz nate, e falë edhe njëherë vitrin. Unë e sa e di, sa kum dëgju prej hoxhëve, që vish një vitër falet. E qartë. Allah ju shpërbleft, natën e mirë. Amin edhe juve. Vazhdojmë me telefonatat të tjera, po, alo? Alo, përshëndetje, kom një pyetje për hoxhën. Po. Unë e lexoj Kur'anin, dhe më thonë kur e lexoj shqip, arabisht, ashtu e vazhdoj me gjesht, edhe nuk i di, ashtu të normalisht bëj bismillah në kohën, risht, ati vazhdoj deri në fund, tani vazhdoj këtë pjesën e lexoj shqip. E kom gjuna se nuk di me lexu arabisht, veç ashtu kur të shë arabisht, normalisht... Pra vetëm i kalon reshtat duke i prekur me dora, po? Po, qashtë. Të bo bismillah të në kohën. Mirë, falenderit. Falenderit për juve. Lutja në farz, gjatë namazit farz, a bën të lutemi? Gjatë namazit farz, nështë e ka për qëllimin nëse është për qëllim lutja shqip. Në farz nuk është mirë me kalun në një gjuhë tjetër, pa marrë parasysh çfarë gjuhë është. Duhet të ruhet originaliteti i lutjeve brenda farzit. Sepse do thotë farzi është prej ibadeteve që gjithkund do thotë falet njësoj, në çdo cep të tokës apo që ka musliman. E për këtë arsye do thotë duhet më ruajtë originaliteti i saj. Lutjet në gjuhën shqipe nuk ban. Ndërsa lutjet do në gjuhën arabe, në gjuhën që ka zbrit Kurani, do në mrenda në sejdë për shembull mu lut më shumë, shtu pak më shumë lutje, nuk ka të keqe kur gjë. Ndërsa shfrytëzoj këto lutje edhe në gjuhën shqipe, shfrytëzoj lutjet në namazet nafile, në namazet vullnetare që ki, aty ka hapësirë më të madhe dhe aty mund të lutemi edhe në gjuhën tonë. Kur jemi në sejdë, bryllat a duhet të prekin në tokë apo duhet jenë më të ngritura? Jo, bryllat edhe tek femrat, edhe tek meshkujt, bryllat nuk bën të preken në tokë. Ka hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë mos bëni në namaz sikur në sejdë sikur që bën çani kur do një shtrit durt, don komplet. Andaj do thotë nuk ka brylin do të më ngrit. Normal do thotë gratë ngritin bryllat në mos sa më largu prej tokës, jo do të mos zgjeruar shumë për shkak do thotë natëshmërisë së saj, apo.
Ndërsa do thotë në asnjë mënyrë bryli nuk bën me prek në tokë. Hoxhën Brëm thotë të kam dëgjuar të ketë thënë ta fal vitrin me imamin dhe pastaj nëse vazhdon namaz nate mund ta fal edhe një vitër nëse dëshiron. Kjo është çështje do thotë që diskutuese mes dietarëve dhe do thotë temë që sipas asaj që e kanë pa më të arsyeshme. E përmeni do thotë edhe këto, që edhe këtu ndoshta mund më dhon ndonjë përgjigje tjetër nga ajo që mendoj unë, kupton? Ndoshta unë e komendu më herët çashtu gjysh ka mund me mendu dikur tjetër. Për shka kjo? Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e vetet e kalon do thot me përfundimin e namazit natës. Do nuk ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz pas vetret ndonjë namaz nafile. Sepse do thot në fund natës ai ka fal vetrin. Dhe ka rrumbullaksu namazin e natës me namazin e vetrit. Mirë po përderisa natash do thot për shkak të situatave ndryshme. Në xhami do thot në çdo xhami falet namazi salatul vitri falet. Për shkak se njerëzit do thot edhe përfundon namazi i natës, namazi i teravive, edhe kjo është normale, shumë sepse njerëzit disa nuk kanë mundësi mu qu, mu ngrit mu fal, disa kanë mundësi. Andaj nëse ti e ke fal namazin e vetrit, dhe kjo është më e mira që ta falsh namazin e vetrit me xhamat, sepse namazi me xhamat konsiderohet i plot vetëm atëherë kur ti falesh aq sa falet imami. Kur është në me xhamat, namazi teravih për shembull, konsiderohet i plot, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa njeriu largohet me largimin e imamit nga xhamia. Do të përfundon namazin deri atëherë kur e përfundon, vazhdon namazin deri atëherë kur e përfundon do thotë imami. Në rast do thotë se e ka fal vetrin te xhamia, tash natën ngritet, do mi fal para sifyrit pak do recate. Unë mendoj që mundet forma e parë është kur ta falin vetrin imami, me xhamat ti mund ngritet me falën e recate mi bë çift. Ti me hi me njet këtë lloj sqarimi e bërë edhe hoxha, edhe këtë opsion. Po. Ti do me hi me njet nafilës, jo me njet vetrit kur të hesh namaz, edhe pse hoxha është të fal vetëm nuk ka lidhje. Ti hin me njet nafilës dhe kur kur ta përfundojnë hoxha 3 recate vetër ti çohesh e falën e recate që ti ke bë 4, do thotë ti ke bë çift. I bie që s'ke fal vitër. Po, ti s'ke fal vetër hala. Dhe në fund do thotë don mu fal natën mbrëmje, edhe kënina e ke përfunduar namazin që tu ka llogariti plot me hoxhën, kupton? Edhe pastaj do të ngritesh natën kur dush ti e fal vetrin, e fal do 3 recate. Kjo është e parë. Disa kanë thonë do thotë e fal vetrin me hoxhën, pastaj do thotë kur do mu fal apet natën e dalxhumi, këtu ta kanë thonë. E shton ti fillimisht e shton recat, e pastaj do thotë për mi bë çift me ato që e ke lënë atje tek, e pastaj vazhdon edhe e fal vetrin në fund prap, kupton. Po është edhe mendimi tjetër që ti e ke fal vetrin, se kjo do thotë nëse të ka dalë xhumi, kjo është do thotë nuk është e vazhdueshme. Po ndonjëherë të ka dalë. Kur ka dalë xhumi ke pas dëshirë mi fal do recate, klena vetrin e ke fal, fali 2, 4, 6, sot mund mi fal, po s'ka nevojë me përsërit vitrin. Po. Qartë. Thot Kur'anin e lexoj shqip, ndërsa arabisht vetëm e përshkoj me gisht dhe them bismillah. Kjo pak e habitshme, mashallah, unë po inkurajoj motrën për atë dëshirën e madhe, vullnetin e madh me edhe pse nuk din arabisht, do të vetëm ta çoj gishtin na përshkruajnë te Kur'anit. Inshallah ka problem tek Allah azza wa jall. Sepse po dëshira për ta lexuar edhe për ato. Mirë po, do në çështja tjetër që duhet mirët me ta motra është më mësua lezu Kur'an. Pra të kaloj tek dëshira tjetër. Po, tek dëshira tjetër që është ajo edhe gjoja e kërkume. Edhe sipas asaj do motra nuk është ka një mosh jo të moshume, mundet më mësua lehtë është. Njerëzit edhe në moshë të madhe mësojnë shkruajnë te Kur'ani. Kemi na xhamat në xhami aty, na për çdo xhami që ka pe plezhë moshë 70 vjeçare, 80 vjeçare ka mësuar Kur'anin me lexue. Është interesant, mrekullia e Zotit është Kur'ani. Vetëm Adon. Vetëm Adon, po. Edhe kur mos thuj nuk mundem. Nisja Allah i ka vendimue. Pa më parasysh çfarë moshë ki, çfarë gjendje ki. Po pra. Mirë, do të vazhdojmë edhe me 1 apo 2 telefonata të fundit. Shpejt, alo. Aleikum. Aleikum selam. Allah ju shpërblet për emisionin me fillimisht urime muaj shenjtë i Ramazanit, agjerim dhe lutje të pranuara. Amin. Kisha një pyetje për hoxhën, a mund të ndërtojnë një projekt joni si rezultat i mësyeshit apo xhelozisë së njerëzve?
Për shembull, kur fitojmë ndonjë kontratë nga ndonjë kompani ndërkombëtare, ndonjë kompani e jashtit, është e lejuar që të tregojmë pagën dhe informatat dhe benefitet tjera apo dhe planet paraprake. Kjo pyetje tjetër. Po, do me thonë, në kuadër të mësyshit dhe xhelozisë, a mund të ndështoj ky projekt? Për shembull, fitojmë ndonjë kontratë, apo pa marr parasysh ndonjë sukses. Pra si referencë të numroni sukseset e juaja për të bindur klientin që të bashkëpunojë me ju, apo jo? Jo. E kam fjalën për shembull dhe fitojmë një kontratë nga jashtë, nga ndonjë kompani dhe i marrim dokumentat e atij shteti. Dhe pastaj informojmë opinionin, domethënë shoqërinë dhe miqtë tanë informojmë se do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, do ta kemi pagën aq e aq dhe pastaj shkojmë atje dhe dështojmë për 2 muaj apo për 3 muaj. A mund të jetë si rezultat i mësyshit apo asetit? E qartë. E kuptuam. E marrim edhe telefonatën e fundit. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Do shta më pyet, jam një motër muslimane. Edhe kom një tezë që ajo vazhdimisht fol namaz, bën zikër dhe jep sadaka shumë, atë shumë sa është e nevojshme edhe për njerëzit, agjeron, lexo Kur'an, po ajo gjithmonë e ka një pengesë që vazhdimisht e ka për gjumi. Domethënë gjithmonë veç plane dhe trupi saj nuk ka imunitet fort. Domethënë veç në gjumë do të me najtë, se për që ajo nuk pëmonet heq. Çka është gjendja që s'pëmonet me hik vetën prej gjumit, edhe pse ajo folet e lexon Kur'an. Mirë, faleminderit. Mendet që është faleminderit për juve. I bën gjithë këto veprime hoq, pastaj edhe lodhet trupi, dëshiron të pushoj apo jo? Normal. Po vazhdoj me përgjigjen e kësaj me. Normal, fillimisht është mirë me bë analiza, tek me këshyra aspektin shëndetësor, mjekësor, edhe do të thotë çka është problemi nga vjen do të thotë kjo ngjëmësi apo kjo sikur që nuk duhet me ngarku veten më shumë se sa që duhet. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë kur I ka po shokët e tij që po dojnë me t'i kalu ka pak kofeti, ja u ka tërheq vretjen. Ja ka tërheq vretjen atë në atë moment kur ka thonë njëri që kur e ka po ibadetin e pejgamberit ka thonë unë nuk martona, nuk kam më martu hiç. Ka thonë tjetër ka thonë nuk kam me fjet natën hiç. Ka thonë nuk kam me hangur bok ditën hiç, gjithmonë kam me agjeru. Pejgamberi ja ka tërheq vretjen, ka thonë nuk është kështu suneti jam. Ka thonë unë flaj, ka thonë jam I martum, ka thonë haj, pi, ditën, kush largohet për sunetit tim nuk është prej neve. Andaj nuk bën mesatare. Po, do të me pas një mesatare në fe, për arsye se as mos e lësho poshtë shumë me zhak për tokë, që thojmë ne, me neglizhue, sepse kjo ta dobson imanin, do ta dobson fen, po as mos e ngrit nal shumë në kriterin sepse është thirr me majt tani vazhdueshëm. Për këtë arsye pejgamberi ka thonë khairul a'mali adwamuha wa in qall. Ka thonë punë më të mira janë ato që janë të vogla po janë të vazhdueshme. Që është puna më e mirë në Islam. Është mesatarja. Tjetra nëse do thotë I rregullon këto dy gjëra, edhe prap do thotë ka lodhje nuk është keq me konsultuar ndonjë hoxh që mirët me leximin e Kuranit, që them në rukje, ndoshta ka mundësi në mësysh, ka mundësi diçka më pas. Edhe kjo mund marr mirë, po paraprakisht me primë çato dy gjëra. Po. Dhe thot, mësyshi a mund të dështoj projektet? Po, mësyshi ka mundësi me dështu projekte, Hasedi, Zilia ka mundësi me dështu projekte, por këtë arsye është shumë fillimisht njeriu me mbështet në Allahun xhalla xhelaluhu. Vazhdimisht me mbështet tek Allahu. Kush wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Kush I mbështetet Allahut, Allahu ka më mjaftuar atij. E dyta do thotë me pas vetbesim vetën e tij. Jo do thotë me shku me gjithmonë me atë frikën, kam më dështu tash. Kam ndërshtu tash. Sepse krijon ti vetë do thotë do paranoja apo do paramendime që me të vërtetë kimë dështuar tani hin me çato dhe aspekti psiqik tani ndikon shumë. Edhe tani me të vërtetë. Tjetra do thotë më unajt gati dhikret. Dhikri mëngjesit I mbrëmjes bëjan nuk janë kot. Dhe nuk janë do thotë pejgamberi ka thonë kush e kënon të spedovën. Ajeti kursi do thotë që them ne, ajeti kursi që them ne të spedovën, ka thonë kush e kënon kur gjohet mëngjes or mbrojtjen e Allah disa të vinë me fjet.
Kush e kënon kur bin me fjet është mbrojtjen e Zotit derisa të qohet. Andaj ti kur e kënon këta si besimtar, mos u streso mo gjanat, po të kish bindje të plot se Zoti ka me trujt. Ka me trujt për çdo gjë të keqe. Ato që janë kader pasaj kanë me ardhur, nuk mund mi ndryshu as ajeti kursi, as kërkosh. Mirë po ta dish që je mbrojtjen e Allahut xhelle xhelalu. Edhe Allahu të ka marrë përsipër me të mbrojt tyje. Pastaj do thotë nëse edhe këtu je edhe shkon me avdes, edhe të shkuat të eknu nej kulu vallani, felak nej nas që janë mbroja, ajeti kursi, nej elham, edhe do thotë nëse këtu këtë praktikohen dhe pastaj nuk prap ka do thotë kësi pengesa tilla, atëherë do thotë prap duhet është mirë mu konsultue, do shta një mësyrë, dhe diçka një aset apo diçka. Falenderit shumë hoxh. Falenderit juve, Allah i shpërbleft. Agjerim inshallah të pranum këto ditë që kanë bet. Amin. Inshallah na mëson Zoti që t'i kalojmë edhe më mirë dhe të forcohemi edhe më shumë. Ditët në vijim. Në vijim. Amin. Dashur miq, kaq për sonte, shumë faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.